Kreu i LSI-s Ilir Meta nga qyteti i Lezhës ka shprehur sigurinë për fitoren e koalicionit të djathtë në zgjedhjet vendore. Meta është shprehur se do t'i qëndrojë besnik marrëveshjes me të djathtën, duke e konsideruar si të domosdoshme për të çuar përpara demokracinë. Të gjithë forcat politike duhet bashkëpunojnë në mënyrë që ky të jetë proces shembullor. Fokusi i kësaj fushate për ne do të jenë hallet dhe problemet e qytetarëve të Lezhës, të banorëve të lagjeve të veçanta dhe të çdo komune në Lezhë dhe kudo në të gjithë Shqipërinë. Në përmbyllje të përgatitjeve paraelektorale gjatë takimit me elektoratin e Lezhës, kreu i LSI-s ka konfirmuar rikandidimin e përfaqësuesit të kësaj force politike Viktor Tusha, i cili aktualisht është drejtuesi i bashkisë në këtë qytet. Po ashtu Meta është shprehur se përfaqësimi gjinor i LSI-s në zgjedhjet vendore e kryesisht për këshillat bashkiake do të jetë 50-50. Kreu i LSI-s Ilir Meta ka vlerësuar angazhimin si dhe vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar për garantimin e zgjedhjeve vendore të datës 8 maj.